Janë do saga që nisin e mbarojnë. Cilit nga ju i prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve ku do qeni duke na dëgjuar, duke u shoqëruar me Glam Radio në këtë moment dhe me Koavizionin, po ashtu tash është momenti me nis edicionin tonë më të ri të Drive Me Crazy me mufionën edhe Cimin në anën tjetër që kemi qenë për juve për një orë të plot pothuajse. Në tjetër, thu që unë jam atje dikon atje po. Atje larg jon. Larg dhe 2 metra. Hey, përshëndetje në studio sa. Lidhemi me kolegun tonë korrespondent. Nëse uroj që keni pas ditën e mirë me 13 gradë, po e nisim edicionin, dita e mirë sot. Ju që po më shikoni, po shikoj Anisa, ne e kemi mirë më të mirë. Po 14 pritet me shku maksimalja, ta shijojmë sot se nesër, pas nesër dhe ditët në vazhdim. Se këne e ka pamjen e kesa. Ne e ka pamjen më të mirë, ne e ka pamjen nesër. Okej. E për juve që në këto momente e keni kolon, na dërgoni foto, na tregoni cilat janë ato pjesë në 049978978. Nga ky moment presim informatat e juaja rreth komunikacionit për secilën pjesë në Kosovë. Dhe gjithashtu presim edhe telefonatat, presim bashkëpunimin tuaj, edhe në Viber edhe në telefon 049978978 me na tregu se gjërat të vogla që të sjellin lumturi. Cilat janë ato gjërat e vogla që të sjellin lumturi? 049978978. Ju presim me telefonata, me gjërat mira, me gjërat vogla, me gjërat lumtura, e të jo. Ti çka sjell lumturi? Ajo gjë e vogël? Një gjë e vogël, një këngë e mirë. Domethënë me bë mashillu dikush një këngë të mirë moment caktuar, më bën të lumtur. Okej. Sikur kjo shembull, atë me muzikë dush me lidh gjithçysh, ha. Po, mos e ishim këtu në fillim për gjëra të tjera, të kallëzë diçka po vizllon shumë bardh. Mos ka shumë, po, ton kalofsh mirë. Jemi rikthyer në 049978978, jemi rikthyer me informatat e para që po arrin rreth komunikacionit dhe po na tregojnë për pjesë më të ngarkuara, përpara se më shku atje ndum ju tregu se te Petrol Company në Çagllavic në të dy anët e rrugës keni super ofertë, e keni edhe benzinën dhe dizelin 1.18 për litër dhe në Ajvali e keni 1.17 për litër. Por mos harroni se në secilën pikë te Petrol Company kur të rimbushni makinën me derivate, ju mundni mu pjesë e lojës shpërblyese. Qysh më bo pjesë e lojës shpërblyese? 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe u kap kuponi jot me 10 euro u bone me vetur 3 e Petrol Company. Për ndryshe, komunikacionin na tregojnë se pjesa nga Veterniku lart është me kolon deri te kreti duplex, mi u qos rrethi duplex ka kolon nga Ivalia. Pastaj e ngarkuar është rruga Tirana, rruga Kim Ramadani, na falni, po shihet me kolon nga Udhkryqi Menzës tek komuna dhe Anasjelltas. Si dhe qasja për të kreti i Çagllavicës që mbetet çdo ditë shumë e ngarkuar në këto momente. Pra përshihen këto janë pjesë më të ngarkuara, e për pjesë të tjera ju na tregoni në 049 978 978. E para, kemi telefonat. Është Nexhati veç tani? Jo, është Nexhati. Nexhat, a mundesh me mprit veç 1 minutë? Veç 1 minutë. Ai ul. Ullësht. Nexhat, po du me fillu sot emisionin duke e bo një thirrje se sot është data 1 tetor, edhe tetori njihet si muaji roz, muaji mbi ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit edhe për kontrollat e shpeshta dhe të patjetër që janë sidomos në këtë muaj. Kështu që po du me nis këtë emision duke i bë thirrje të gjithë personave që po na dëgjojnë edhe po na shikojnë që ta shfrytëzojnë të paktën muajin tetor për një kontroll rutinore edhe që ndoshta mundet edhe me shpëtu jetën e dikujt. Kështu që ju lutem, rezervoni terminet, unë sapo e bëra terminin, thjesht telefonova në numrin e QKMF-s, më tha merr një udhëzim, hajde nga ora 7 deri në ora 1 kur të dush edhe e përfundon kontrollën. Kështu që ju lutem, kaq është e thjesht, kaq keni punë me marr një udhëzim në QMF edhe me shku në QKMF ose kudo tjetër që komuna e ka këtë muaj pa pagesë mamografin edhe bëjni një kontroll, ju lutem. Nexhat, faleminderit shumë që patë durimin aprit. Duhet të pa durimin juaj. Faleminderit shumë. Tregom cilat janë ato gjërat e vogla që do bëjnë ty të lumtur. Po gjërat ose që sjellin lumturi. Për shembull, një libër i vogël më bën të lumtur, të dive kam dëshirë shumë me lexu, por ndryshe shkrimtari im i preferuar është Ismail Kadare. Po, e çka ke qef me lexu, romane, kështu drama, poezi, çka të pëlqen më shumë? Kryqëzit romane, edhe po gjika pa, po kryqëzit romane. Më shumë romane. Po. Faleminderit Nexhat. Edhe është po një detaj shumë i vogël që të bën të lumtur. Po. Mëson diçka të re. Faleminderit shumë.
Me ndërçofë ditën e mirë. Gjithat mira, faleminderit. 049-978-978 prit para se më shku te komunikacioni, po shkojna pak në aeroport, ku e kena dhe operatorin më të madh atje, Prishtina Ticket. Ju që po mendoni me fluturu drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut ose edhe Parisit, hyni në prishtinaTicket.net, rezervoni biletën për kudo që keni nevojë, edhe do të fitoni 20 kg bagazh falas, çantën e dorës 6 kg ekstra falas, check-in falas, me zgjedhulsen falas, krejt këto i keni të mundsume me prishtinaTicket.net. Vizitojeni rrjetet sociale edhe i shihni çdo ditë postimet e tyre lidhur me destinacione të ndryshme, ofertat e fundit e shumë çka tjetër. Alo, përshëndetje, telefonata radhës, kush na ka telefonu? Alo. Alo, përshëndetje. Si e nis? Mirë, faleminderit. Si kalon? Me të parën. Kur ta dën, ta dën. Që kjo është me ta dashur me të bën të lumtur. Që kjo është domethënë, apo edhe kur ta dën të bën të lumtur, një e vogël që ta dën të bën të lumtur. Edhe kjo, urdhë telefoni. Si ke kaluar pse ke pas ditën? Mirë, është si punë, shpejt. Po vjen mirë. Na i sen kështu s'ka me na tregu diçka të re, jo, okay. Ti dërsim s'po di qa me thonë, qa me tregu të reja, zakonshme. Okay. Një gjë e vogël që të bën të lumtur ty e nis? Parsim ka njëherë një telefonat në bën të lumtur. Është gjë e vogël për dikon, po që për ty mundet me të bëhet lumtur. Ose një mesazh, mirë, po pëlqen. Që për mua një mesazh të mirë, nështë kom qef me fol me qatë persone dhe që unë smoj e shoh që më thirë më bën të lumtur. Shumë herë ndodh kja, shumë ndodh. Po më vjen shumë mirë. Po asim edhe ju na bëni të lumtur çdo ditë me këtu emision. A dhe na pak ju bojnë atë lumtur domethënë. Vallaj pak jo po. Kush ma shumë kallë drejt. Vallaj shumë. Una cime. E ndrite. Vallaj dhe. Leo. Ja. Qëre, veç pak. Ja, komplet. s'ka Mos të ishin kamerman, ju s'kishin... Po s'ka kamerman, këtu krejt vete bojna. Na imi krejt AI e kisme inteligenza artificiale. Unë e thash stafi. Ta shkoj dini këpush është stafi. Hajde, po njëm që ashtu. Faleminderit, të marrën përgjësi kështu. Juraj. Pa qef Fiona me thonë që vish Fiona, po që jo. Pa qef Fiona vish vetë. Së është valoni atje hitë, dhe kalon, krejt. Jo, më pas, së më përshëndetje ta e nisa mu personalisht, ta nuk ka më kësi sene. E nisë për qafoj? Po dhe se kishe qef vish ti me talon, vish ty, po... Jo, s'ka ashtu. Kolon ka qasja për të kreti i Qaglavicës, shumë e vërtet. Ba, Istanbuli vogëllumit. Pjesa po është Vetërnikut me kolon deri te kreti duplex. E ngarkuar po shihet pjesa nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut, pra pjesë shumë e ngarkuar kjo. Pastaj rruga Tirana është e ngarkuar nga stacioni i trenit Tutje për tek rrethi duplex është me kolon. Këto janë informatat e radhës që kemi pranuar 049978978, ndërsa Toyota po ju pret me super veturat atje për juve që doni me u bë me një vetur 3, edhe me zgjedh njërin prej shumë modeleve Toyota, mos harroni se i keni në zbritje, ka edhe diçka me modeleve 3, por ka edhe 10 vite garancion për secilin vetur Toyota që e gjeni në Auto Trade në Qaglavic. Ja telefonata Fion. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, me kë po flasim? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Kush po na pyet? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Tash me kush? Një dëgjuese nga Ferizaj. Një dëgjuese nga Ferizaj. Hajde tregom ti dëgjuese, cilat janë ato gjëra të vogla që të bëjnë të lumtur, cilën lumturi? Vestalja zonin televizorit. Na le televizorin. Prit na të nejt, reja më thiri. Ja, nalosh. Po, veç vazhdo. Më thiri reja, ta e do me tim një kafe. Okej, pra një telefonat për kafe të bën të lumtur. Po. Tash a veç që të ka thire reja, a veç që po doj me pi kafe, cila është? Aha, e jo, pas të dyat. Të dyat. Faleminderit, përshëndesim shumë, të falja Ferizajit. Zdi që u shelash dhe në këtë moment se Kenë zonë. Po, edhe jo më ka mundona për me shku live në YouTube, po për momentin nuk e di që ka ndodh, po nuk e di që ka është ndodh, po e mira është që jena në glamradio.fm ose koa.net, kështu që glamradio.fm ose koa.net mund të me na pa drejt për drejt. Për ndryshe, për momentin në YouTube është një farë problemi vockël, nashta rregullohet. YouTube. Po që rregullohet shnoshun e Fiona. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe ty. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. A pedeni? Po qysh s'pedin, a ti a pedin? Po, a pedi. A pedin mirë.
Mirë, ju përshëndes se shumë mrekullueshëm jeni. Faleminderit, Snela. Gjërat vogla që të sjellin lumturi Abeden. Gjërat e vogla që na sjellin lumturi. Drejtë me thonë shoqënia kur na thrasin kafe me pi e që sosan është lumturi, është gëzim është. Do më thonë edhe një shok me tirë për një kafe është gjë e vogël nashta për ato, po për ty mundet me të botë lumtur. Shumë e mirë kjo, shumë e mirë kjo. Po faleminderit shumë që na ke thirrë Abedin. Ju përshëndes, jeni të lumtur. Jena dhe të lumtur. Faleminderit shumë. E pas një pasditë të mrekullueshme të fala Kretja Sporës atje. Kafja, po. Telefonata, domethënë çaj është. Do të më gjetni studim që kafja lidhet me lumturi. Çfarë gjej? Po ka sa dusha se edhe mos pash marrë vet një filxhan në kafe në ditë mund të ju bëjë lumtur. Ma shkruaj një studim të lutem. Po, edhe po doni edhe një çushtet. Nëse doni veç me dizajnu shtëpinë, mundeni me shku mi pa automobilet e mira të Enzës, o mi thonë qatit, hajtë në dres ma dhomën me shtu mobile, edhe thot, po, ku durë që ti se mirrin. Për ndryshe në Enza o me keni edhe jata shbeding, për juve që dëni me shku edhe me i pata dy shekte mrekullushëm. Të njëjtin vend, ku shkoni të Enza o më kilometrin e 6 të Ferizajt për Prishtinës, aty mundeni me gjetë të gjitha. Enza o më Kosovë, për juve që jetën jashtë Kosovës, edhe dëni me pa mobilet mrekullushme. Që telefonata tjetër. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Dëgjuse nga Prishtina. Hajde, sot krejt me dëgjuse e pasmi. Hajde dëgjuse nga Prishtina. Heq, lene pa emra sot, anonim. Cilat janë gjërat e vogla që ju sjellin lumturi? Mas pari është aroma e fëmijëve të mi, tani e nipave dhe misa. Aroma e fëmijëve dhe nipave dhe mbesave. Faleminderit dëgjuse, të përshëndes shumë. Përshëndetje edhe unë të dy vetë. Faleminderit shumë. Mos harroni ju që ne me parapagim në IPCO e keni pakot tip, pakot speciale vetëm për juve ku keni mundësi me aktivizu 3 pako, tip mini, tip super edhe tip max, varsisht nga nevojat e juaja, se cila pako përfshin 200 minuta, 300, 500, mandej keni SMS nga 100 për secilin pako, ndërsa çka ndryshon dhe dallon shumë janë 8 GB e interneti, 3+3 GB për pakon e parë, 8+8 për pakon e dytë apo 15+15 për pakon e tretë, që vlen edhe për Ballkanin Perëndimor, dhe çka duhet me bo është thjesht me shkruajt një kod yll 110 yll 1 thurje, pako e dytë ka 2 në fund, pako e tretë ka 3, varësisht cilën e doni e aktivizoni. Mund të hyni edhe në faqet e IPCO-s me pa më shumë detaje dhe shumë oferta tjera ose edhe përmes aplikacionit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim. Kush na përshëndet bukuri? Bukuria. Si edhe si kalon? Mirë shumë e juve. Edhe kjo është pjesë e lumturisë. A është edhe kjo, po edhe neve na bëni të lumtur, domethënë sort na telefononi se e dina që jeni me ne e kështu, edhe na bën të lumtur, dia të punë. Arsim se me të vërtet lumtur edhe diçka që të pëlqen bën të lumtur. E vërtet është, shumë e vërtet. Edhe me Arsim sot djali ka marrë 5 matematik, shumë e lumtur kam qenë. Dhe suksesi i fëmijëve domethënë të bën të lumtur. Po, përveç Arsim ja ka filluar shumë mirë, ama edhe kështu vetëm me veti mendoj se isha një kufer pare, nuk e kisha ndru me një 5 djalit, pasha zotin. Okej, po më vjen shumë mirë, faleminderit shumë që na ke thirrë. E pas një pasdite shumë mirë edhe të boft lumtur gjithë. 049978 po më duket që e pash edhe një foto shpejt. Hajde se e gjoj ma vonë. Po paraprakisht po shkojna me telefonatën, mos na pret fiun. Alo, përshëndetje. Okej, Viber, përshëndetje. Edhe me prit kodert, se apë më gjone sana. Jo, pisa. Të boft mirë. A i halo në kësë? Jo, më rëmë atje më stri që dy orë më punës, që kësë edhe ka. E se të në koment mrapa, jashtë të kësorë, qka me bo? Shumë shkurt, më ka rasi se jeri, për besë poshimi me shkurt ka qenë i gjitha korë. Gjërat e bukra zgjasin nga një shkurt? Shkurt mas prell varët? 7 orë, 8 orë, jashtë të kësorë? Po. Cilat janë ato gjërat e vogla që të bëjnë të lumtur? Po, e kom po të mirë sa jam gëzuat. Qërë, badjova e për 100 euro në ty këtë 50 euro që me bu mi lopore metalike, kështë adi moneda metalike. Ekra, po. O, valloj, i do kënë shumë. Edhe unë e dishish me tjekrit, ka fillu, ty e po ato, ka fillu me vnjë dhe mund zemër, odin, të tjekrit. E pilojnë ati farveni i pëshefë, unë aja, sa i ka 2-3 vena, po në këtu të unë në dhëmë tangë, këtë në studio, edhe vjen i këshyrë ka herë, thot, gjysh, këna bo pare, thot. Do me thonë, mbledhja e monedave është për momentin të të cilë lumëturi, ty edhe mbesës.
Po përbes, është një lumturi interesante. E vërtet, edhe veçantë. E vren që domon nuk është më rëndësi ajo vlera as gjës, po më rëndësi është ajo që ty të bën, domoni. Kjo është më rëndësi. Mit nuk din me dallu, po thamë moshë hershme, nuk din me dallu pak rëndësinë e parës. Ajo është diçka që ja instalojmë na. Tu I përmend gjithmonë. S'kom porë, a vëdi që thojnë në të majtë, a dhe ku s'kom porë, që vëdi të bëlla, thot, gjysh kom morë dhe të porë. Që të mira. Që të mira, po, me dhe cent për shambull, a jam I këshyrë me ble një kerra, një diçka, se ka pare me rëndësi. A I pare t'i ka ta sa kushton atje si interesant. Sa ki nevoj t'i qysh tekaj me dhe cent më not me t'i mlu krejt. A më një farë vakti dhe kem lu me dhe cent, ko qa? Besa tjetër që e kam në 4 vjeçë I thot grus tem, bashkërës tem I thot ku me ta bli një kerë thot ty. Edhe ja përmen edhe ti tor aty çfarë kerri që ja përmen. Amore, pas na zgjedh me thonë edhe modelin, a? Po ja ka gjetur modelin. Shtele ka Toyota është mësor, për çdo rast nëse ja blen të ardhmen, biletë që për 10 vjet I rahat. Le ti qillon. Hajde të përshëndes, faleminderit. Tung, kaloni bukur. Hajde gjithë të mira, tung. 049978 vazhdojmë po presim informatat e juaja rreth komunikacionit, mos harroni kondicionerët, ideja I keni me inteligjencë artificiale që përshtaten sipas ambientit edhe rregullojnë temperaturën, edhe kursejnë më shumë 30% energji elektrike. Për çdo blerje çfarë do produkti ideja ju futen në lojë shpërblyese, në BID veturët po ju pret atje. Alo, përshëndetje. Telefonata. Kush na telefonon? Nasir, si kalon? Mirë, faleminderit si ju. Qysh e ke pas ditën sot, mirë? Pa e mirë si, pa ka ftoft është na, po mirë. Okej, edhe të na është, nëse nuk ka ftoft, do në fiona pi thojna se ka kohë. Deri në minus na nuk I thojna ftoft, mas minusit ja nisu mi thon ftoft. Gjëra të vogla që të sjellin lumturi ty. Pa gjëra të vogla si është një shprehje pozitive, për shembull në shprehje pozitive o ku ta bën një njeri të lumturar, asa njeri mirë, sa njeri respektueshëm ka. O për shembull se tjera, për shembull, vetëm një shprehje mirë, në sjellje e mirë edhe aja zëja që tha djali ka marrë pesë që kur njësh për një pa mesa, kur mësoj mirë, sillen mirë, të lumturoj. Me një fjalë është e mirë. Okej. Një fjallë e mirë, për shumë, një shprejemi, një fjallë e mirë, nëse më taku dhëmësimi, më nxese, me busqeshje, lumtur. E vërtet, edhe kjo një gjë e vogël për dikon, po për ty me të botë lumtur. Faleminderit shumë që na ke thirrur. Ose na I kompliment. Ka lofsh mirë. Faleminderit shumë. Kompliment, për shembull, me na ditë bashkë kur nuk ndjehesh kështu, ndoshta mirë ose vetvetja dhe me një kompliment. Është ko gjani farë lumëturie. Jep një farë motive. Qysho, thëmë qapë ma bën rafsh, a din se qash nervoz, qapë ma bën rafsh, më së frikës të sene. Gjërat që të motivojnë, shkruaje të luka. Shkruaje të së smojnë, jem zonë këtë me të sene. 049-978, gjërat që të sjellin lumëturi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonon? Një përshëndet Sania. Hajde Sania, prej nga për na thirë? Prej Gjermanie, prej Stuttgarti. Nga Gjermania, nga Stuttgarti. Hajde të tregom për gjërat e vogla që të sjellin ty lumturi. Lumturin sot, mas pari, djali ma ka pru rrugën, mas pari shumë jam e lumtur. Rrugën e vet, ta ka pru ty? Rrugën e vet ma ka pru mundur, ma ka. A është rruga e ti e parë? Rruga e parë. Hajde I urojmë punë të mbar, ku do që ka nis punën, a është puna e ti e parë me gjasa? Faleminderit shumë. Edhe që ke lumturusët, okej, po që gjithmonë faleminderit. Ashtu I kam mas 20 vjetë, 25 vjetë. Dhe më thonë, okej, kjo është dy fesh lumturi. Faleminderit sa njetë, për shafojmë shumë. Natë modë në njetë s'kum prit. Hajde, faleminderit. Janë dosanet vogla, për një me që për dikon janë zakonshme, po për dikon... Shumë e mirë, shumë jam këndë. Edhe që nga I mirë. Qështë është e lumtur, është shumë e mirë. Kështë e paramenu dhune e Fiona, më thonë, kur vjen, më thonë, fëmija dhe rritet dhe thotë qëre, morra rogën e parë. Që mam 200 euro? Kanë me ro rogat e qatë. Me 200 euro. Qa kime ble me 200 euro atër. Tungë, faleminderit Sanit, fola kërë shqiptarëve në Stuttgart. Një kilogram banane. Ciao, Tung. Ej, Sanie, a e pas ka rogën a I qysh ajo? A e pas ka rogën a I qysh ajo? Vallaj mirë, elhamdulillah. Mirë. Okej. Faleminderit, hajde Tung. Ka gjatë, ditën e mirë. Se tash rroga vogël, rroga e madhe duhet me pas
Mirë pas ka rrugën, a? Mirë tha. Bekem edhe mu që ashtu. E ka dhoni përgjigje interesante Bekimi që po e menova, do më thonë qajo pas ka pos edhe mu më bot lumtur këtë det. Interesant. Kishe që s'm ka shku me një heq. Swiss Diamond Hotel Prishtina është vendi ku mundeni me gjërat vogla me u knoq. Po, sepse aty përmend kush dohet, po përmendni për arsye se mundesh edhe pse unë do më thonë nuk po kam kohë me shku edhe pse ma ke buatin. Ju mundin me shku me u knoq në spate mrekullueshme me ëndër një dark, për ndryshe i keni edhe ato salla që mundin me organizu çfarë do eventi. 038 220000 numri telefonit për në Swiss Diamond Hotel Prishtina. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Si jeni dhe si kaloni? Mirë me ju e gjithmonë. Qysh e ke pas ditën? Mirë, marat mirë. Po m'vjen shumë mirë. Gjërat e vogla që të bojnë të lumtur bater. O, Allah, kur në të shoqënia me dalë, me shku me hangër një dark, edhe me pi një kafe. Që të gjërat bojnë të lumtur, apo? O, më rëknaqëm të e bo laf. Bojmë laf për ato gjanat e vjetra, kur jem shoqën vjetër gjithë, i bojmë ato lafet e vjetra, kur jena konë para 70 vjetët e Kosovës. Okej, faleminderit shumë që na ke thirrë. O, gjithat mirat e po që mirë, pa të para 70 vjetë se ti që akon po. Jo, fjo, ndryshe u konë memoria atër. Nuk u konë këse hardisku i vogël këtu USB-at, atër edhe me shiret. Memoria gjermanëve. Nërvesh u konë tjetër memoria atër. Jo, fjo, no, tash këtë lak ik. Kjo memoria sotit, post-Covid, do me thonë, është memorje e peshkut. Po, kështu që atër me shiret i kam bo tap. Nese, Ventoro Motors tek Automita për mu dhe Fionën dhe të gjithë ju që dëni me shku edhe me i marrë një motor të mrekullueshëm, edhe ato shumë bukur, se më dule e Vespa me ngjyrën hiri që është e jashtëzakonshme, dhe shumë modele të tjera i gjenin zbritja atje. Tek Automita është Ventoro Motors. Që telefonata, pas ka shkuaj Fion, s'ka prit, s'kam shka me bo. 049-978-978 edhe njëherë numri i telefonit. Mos harroni me vizitu Glam Radion edhe përmes portalit ton, me lezu lajmet e fundit nga muzika, nga filmi, nga sporti. Ju që doni sportin, sidomos keni shumë çka për me lezu, përveç edicioneve të lajmeve që shkojnë gjatë gjithë ditës në transmetim këtu në Glam. Po flasim për gjërat e vogla që na bëjnë të lumtur. Kafja deri tash ka numër 1. Po, thirrje telefonike. Paren, së përmeni kërkush, parja si pare, dhe me tonë. Jashtëtoksore e sili që aty me docenta. Me monedha. Okej, edhe. Së s'goditi. Pare, s'ka që dëbën të lumtur, ke që shke. Për ndryshe, po shet që po vinë mesazha. Ndalën prej ngjyrës. Se ka prej atyne që na shkruajnë për herë të parë. Dhe veç po du më ju tregu që krejt mesazhat lexojnë pas orës 17. Kështu që ju vazhdoni me i shkruaj mesazhat, madje pse citojnë në pjesën e parë, pas pjesës së parë kur jena në Glam Radio, ju që jeni jashtë Kosovës, pe dini glamradio.fm, edhe mundeni me i dëgju mesazhet që i lexojnë në pjesën e dytë. Pjesën e parë veç telefonata, kanë ardhur mesazhe shumë të mira, po ma miro me thirrme na e thon. Opa, hajde. Hajde, përshëndetje. Alo. Ndale televizorin, të lutem. Okej, shkojna me Viber. Alo. Shumë e kom mërzi kur më hupni telefonat për që tash tash kam me po. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. O, përshëndetje nderuar Joz. Si jeni? Mirë, na ke mungu edhe dje u kon tema për ty. Sot është hala ma shumë për ty. Cilat janë ato gjërat e vogla që të bëjnë të lumtur ty? Po që përvjen për punë dhe shtë një mesë një drejk mirë, apo me dhe një pullë mirë, një drejk, ta shtreka, ta ka shka thonë soj, ku ka ma. Do me thonë, kjo është pjesa ma e rëndësishme për ty, koha kur vjen për punës, ajo pjesa e ushqimit, a? Kjo është përfundimi ditë, se përfundohet. A ty përfundon gjithë shka? Nëso bjen me flajt o Joz? Ha? Nëso bjen me flajt? Po që e bashkëtan kjo, Ha? Së dita o kryje. E han drekën edhe tungu kry dita, a dini për dikon veç fillat. Kush ma pak se unë s'len? Sa ori bën gjëm? Me thonë zvesën, 3 orë. Jo, se qysh pjaten? E pa qysh pjaten? Këtë rëzën krejt teorit, krejt studimet që gjumi do të minimum 8 orë për shëndet, për këse, për ase 3 orë, qysh me 3 orë? Hajde 8, jo, blenja 6. Po, që ka bën me 3 orë ti? Qyre këta ku i kanë prodhu bateria, si kanë prodhu edhe barës tjesë, pa. Barës që të farë baterijet vynë fije.
Te ko ke bateri me je gjatësi, a? Ky pas ka si fast charger. Domethënë për 3 orë mushët komplet edhe ditën e mirë. Sinqerisht për 24 kW, çu po thonë. Prodhimin e mirë. Mos je gjerman, Gjermani është vetë. Jo, Japonia është gjerman. Vesh gondi. Hajde. Se tash o zgjova si shpejt edhe më shumë si për ju a mi ngua. Po 15 minuta u mek. S'mujta mi zon. U ngërthova se lypa një YouTube. Pak. Jo si me YouTube për momentin e përmendni më herët. E përmendni më herët se nuk është të bëu diçka, kështu që jemi live veç përmes Koanet, Koavizionit, Glam Radio se kështu me radhë. Jo, të përshëndes shumë, dhe unë gjëma pet. I drejt mirë, do të thotë që tash janë nisin 6, nesit në 8, në gjys 9, kur nuk e nali. Okej. Edhe vije, bof mirë. E ki qa drekt mirë ti. Shto mas punës unë pëlqen që shë shtran. Të knosh për Po gjani varë drejke e gjotë. Po e mirë është. E mirë është. Mi qënë do foto kanë herë unë provokon, ka pak po s'kam shkam serioze në to angër drejk. Asi besë do të hapë se kena me hongri drejk bashkë. Hajde, po vishasi që shë bën ti. Nuk besoj që bje të nësimi që është gjatë jos. Ka më në pare, unë s'ka të bajt, ja. Po që ashtu dhe thash që shë bën shpe. Unë e di se ti e shumë i thjesht të zvyn. Do, Kur që njëra me 4 yje, të vyjnë një se dënë tyje. Një, po që është me Michelin, kështë që. Ja, po që se ty dënë. Faleminderit jos për shëndes. Edhe që në s'ka më mungu, dhe kjo. Jo, kjo vjen, na bashkohet. Pak diçka më një po. Merë diçka vion që ato, merë pak diçka. Sa mi atë ish jos? Gjitha ty ja që për shëndes. Hajde faleminderit, gjithat mirat dhe për ty. Mos harroni në Albi kur të shkoni në Rubin, mu nal në katin e dytë, ju që doni me Andrej vetit ose edhe personit të zemrës. I keni atje krejt stolit më të bukura, jo veç të diamanteve, por i keni edhe stolit nga ari 14-18 karat, i gjeni në Rubin, përveç Albit e keni në qendër qytetit në rrugën Garibaldi edhe në Vrizaj me 2 pika tjera. More hys. Hajde bre. Mira i kopos po thirr, se po m'pëlqejnë kur pi thot do, ama thirr, nuk thirr, se di pse ngushtohet, i vjen keq. Po thot mos po m'njohin pizonin që jem këngëtar. Pjesa prej Vetërnikut lart është me kolon gjatë deri tek rrethi i ambasadës. Po për mjuqos Vetërnikut ka kolon edhe nga fshati Shkapaj, po mbetet e ngarkuar pjesa nga udhkryqi i Menzës për tek komuna dhe Anasjeltas. Këto janë informatat e radhës që kanë arrit, po jo për mjuqos edhe autostradës Fushë Kosovë në këto momente pas ka kolon. Hajde telefonata e radhës para se me shkute Albi Mall. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Arsim Shuke. Ku jem rëte? Allah, që në ka kërrat shpinas. Pse? Kuj ka kokrat shpina? Cilën kokër më saktesht. Te kokrat e shpinas tuj. Jo kokra, po këto fare Unaza Që halon unaza. Ato ma kokra se si unaza. Do të unazave këtu në herë ju kanë thënë kokër. Po kokër e kanë thënë, si kokër është unaza. Mire kanë pas. Më përfuni që mos livrit. Kur e ke operu më që ke operu? Më përru para një 2-13 vjetë. 2-13 vjetë, okej, tha se më ka bo, tha djali pizorës që orë operacion që 13 vjetë së më punon kur gja. Amet? Asoj që të zbej bote vajtë s'këgojnë. Po jo, se po ta për ty une, po ta për do tjera, e ke po që thujnë, s'munët se djali keqë është dishka. Po te, djali keqë është operu para 13 vjetë pizorës. Na kanë ngatru me Gjermaninë, me Suedina, din që atjet për shkaqe shëndetësore që së më punon, që në shteti. Po, se sti po na i testet. Shumë mirë, shumë të lumë. Faleminderit, e vërtet është. Veti sholla vazhdon që shtarës. Faleminderit, tregon ti çka të bën të lumtur, një gjë e vogël që të bën të lumtur. Alloj arse, mu e po tragaj veç një pjatë të mlarez mu ma bo, të më njafta. Veç me kone mira? Pa të lumë. Pak të lumë, pak, vish pak. Po edhe shumë më banë, pa të lumë më banë gëzu shumë. Edhe pa të lumë, a me ta që i të lumë, do më thonë... Pa janë 3 herë këse. Po dhe, okej, falimderit, se janë i ta erën së nashtë, jonë. Asë një përshëndes shumë. Ju do të rima ju. Hajtë së po të nevoj me nashtë i qanej. Gëzum, që ju kam shumë. Ahmet, dikush është në dietë, ditën e mirë. Po dhe dikush, kishe që i plat. Dikush. Po dhe kom fjale për të gjust, për shikus. Po, se unë e Fiona jo. Jo, më qëfar. Po shkojna veç pak me Fionën deri në Albi Mall, edhe po rikthehemi me njëherë me telefonatën e radhës.
Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë. Ne po vazhdojmë edhe po presim telefonatat e juaja, po presim na tregu për ato gjërat e vogla që të bojnë të lumtur, po për gjërat e vogla, jo gjërat e mëdha milion sheksisane, po për gjërat e vogla. Po për dikto edhe ato janë të ima të vogla, po. Kreti kanë një shtëpi, një banesë. 1 milion, 2 milion, 5 milion. Komunikacioni është i ngarkuar pjesa nga vetërniku lart. Ka kolon deri tek rrethi i ambasadës, ka kolon fush Kosova për tek rrethi i fush Kosovës. Ka kolon edhe rruga Gjem Ramadani nga Kryqi Menzës te komuna dhe Anasjeltas dhe rruga Tirana është me kolon në drejtim për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vohri. Ndërsa tek Petrol Company në Çallavic në të dy anët e rrugës keni super çmime derivateve, e keni një e 18 benzinën dhe naftë, ndërsa në Ajvali e keni një 17. Mos harroni me u bë edhe pjesë e lojës shpërblyese tek Petrol Company. Çe? Alo. Ja, s'ka të mbërthit. Alo. Mos ta kafir në një moment pa përshtatshëm. Kush telefonon? Sudo kesh ashta. Viola Tone. Edhe një emrin? Viola. Viola Tone. Sa vjeçë je? Mirë. Hajde, okay, ka lëshë mirë. Ja, përshëndesim. E pata porzit më herë ku kem bërë tek shyja po më gjet çat mesazh. Po, Liridoni tha lexoma për mesazhin, tha se gjyshi ashtu të këshyra atë që kënaqet kur ma përmend emrin. Liridon po të përshëndesim, edhe po shpresojmë që po na shet gjyshi në këto momente. Mesazhin du me lexuam pjesën e dytë, se më ka pëlqyer shumë mesazhi, edhe kena me lexuam pjesën e dytë. Po për ndryshe gjysha apshe. Gjysha Liridonit. Po, e ka pas Liridoni me të kallëzu që po jena së bashku këtu edhe ai që po na këshyra dhe po e përshëndesim me krejt gjyshët. Po gjyshi. Nesër është dita e gjyshëve për ndryshe. Ka nisur mu organizuar disa aktivitete nesër në krejt gjyshët në studio. Po, në një shkollë në kryeqytet janë ftuar edhe gjyshërit me shkuën klasë dhe ka me pas aktivitete për rreth një orë aty me fëmijët edhe me gjyshërit. Shumë ide e mirë dhe shumë iniciativë mirë. Ju që se keni planifikuar, ju ftoj ta planifikoni. Fjala është për mësim. Çka pas kanë me bomën e gjyshat aty bashkë. Me siguri ndonjë aktivitet, çka do të ose ndonjë punim, ose kam u lexuar ndonjë vjersh që i dedikohet gjyshërve. Etj. Po m'pëlqen. Po duhet ta tregoj edhe një lajm tjetër të mirë. E përmenda në fillim të emisionit që muaji tetor është muaji i roz, që është edhe që shënon edhe muajin mbi ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit. Edhe me këtë rast u i rrugove partneri jon shumë i dashur prej shumë kohësh, prej shumë vitesh, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë nisur një fushat për ndërgjegjësim, duke prodhuar 1 milion shishe me etiketën speciale që kanë ushqit gjatë gjithë muajit tetor. Domethënë kanë mu vrej se janë roz, komplet shishet e Rrogovës, janë shumë të bukura. Kështu që ju ftoj që përveç se me shiu ujë i Rrogove, kudo që t'jeni dhe nga do që shkoni, edhe ta përkrahni këtë iniciativë definitivisht sidomos këtë muaj. Etiketat e kanë sloganin kështu: zbulimi i hershëm, shpëton jetë, simboli në roz si zakonisht, edhe mesazhe ndërgjegjësimi etj. Berat prej nesër me na bo, se e di që të nangu. Berat. Berat. Se jo që to po të kam pas në studio. Sot për ndryshe në për markete këtë u bo zëvendësimi, kështu që shumë shpejt kena mi pas edhe në për krejt markete tona. Informata e radhës që ka ardhur rreth komunikacionit na tregon për pjesën rrethi me flamur rrethi i spitalit dhe Anasjeltas që është pjesë e ngarkuar me kolon. Rruga Luana Radina i qendra e Prishtinës nga Newborni në drejtim për tek rruga UÇK është pjesë e ngarkuar edhe kjo me kolon. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978. Edhe që po vazhdojmë po presim informatat e juaja për secilën pjesë komunikacion me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara. E të njëjtën kohë po presim edhe telefonatat e juaja me na tregu për një gjërat vogla, ato gjërat e vogla që të sjellin lumturi. Më thonë që ka njerë thu që sa gjë e vogël po më bonit lumtur, edhe po dhe diamant i vogël, po e ke pa të sjell lumturi. Sjell lumturi është interesant, se është përmes shumë i vogël, ama të sjell lumturi. Për ndryshe po e shoh, po vazhdojnë me ardhë shumë mesazhe, po mesazhet ju lutem, po vetëm pjesën e dytë, se po përveç që dërgojnë mesazhin tani po vazhdojnë më shkru pse s'po ma lexon atë. Kishte që s'po do ma lexu. Në pjesën e dytë. Po në pjesën e dytë. Për ndryshe ju ftoj me vizitu Klam Radio në rrjetet sociale. Ka shumë lajme të mira, shumë rilsa të mira që i përgatisim për juve, edhe që një lajm tjetër i mirë nga ambasada franceze dje është publikuar, falni për vonesën, po du me përmend me që tash m'dul. Dje që ka shënuar dita ndërkombëtare për kthimit, edhe ambasada franceze ka shkruar një status, edhe thot kujtojmë se me 361 gjuhë, Princi i vogël është vepra letrare më e përkthyer në krejt botën.
E Princi i vogël është vepër që është botu për herë të parë në gjuhën shqipe në vitin 1965. Fal profesor Gültekin Shehut nga departamenti frangjishtes në Universitetin e Prishtinës. Domethënë në 300 me 361 gjuhë është përkthy kjo vepër, Princi i vogël. Le Petit Prince. Le Petit. Le Petit Prince. Le Petit, e vogël domethënë që ka Le Petit. Okej. A po kupton tash petit kur i thonë femrave. Petit e kanë fjalën kur janë të vogla të ngushta. Kishe qenë po, fatkeqësisht këto teshat shiten petit. Që janë fet, i bën petit. Ndërsa këto lemetit. A është mirë petit ta me it? Varet nga shija. Okej. Petit me tit që dush. Okej, gjyshja me vlude. Po ma herët pas ka qenë Viola. Din që vajza që na ka telefonu. Po. Edhe nuk e di pse s'ka vazhdu me fol, po nejse, po pas ka dosh me uru gjyshës ditëlindjen. Po emocionu doshta me thirr, po me uru gjyshës me vlude, edhe popre pja urojna Violë dhe përna vjen shumë mirë që sot pas ka shumë mesa nipa me gjyshër të nejtë në për shtëpi, edhe po i paqit gjatë. Edhe dujeni shumë se janë shumë të mirë. Për ndryshe nesër që na tregoj Fiona ku ka dita e gjysheve, edhe mundeni mja uru edhe me ndu me bona e fardhurate, për ta se e meritoj. Ju thash në Ruben diamantët stolit e arit, për ndryshe ka shumë studime të nëse diamant jo, bilet diçka ma pak. Ka shumë studime që mbështesin faktin se rritja e fëmijëve me pranina apo prezencën e gjyshërve është një fëmijëri shumë e shëndosh. Edhe juftoj dhe me thonë që sa më shumë kohë kaloni me gjyshërit tuaj. Na personalisht gjenerata jonë, shumica kemi jetu dhe imi rrit me gjyshër, edhe kemi kujtime shumë të mira, qoftë nga dashuria, nga lidhatimet, nga ushqimi, nga aktivitetet, pavarësisht që kanë qenë shumë zënë, prap kanë gjetë kohë për një pa dhe përmbesa, kështu që sa më shumë kaloni kohë. Ose bëni fëmijët me kalu më shumë kohë me gjyshërit. Ju tregoj ku ka kolon. Nëse dikush është me gjysh aty ose me gjysh, pjesa dalja e autostradës në fushë Kosovë është pjesë e ngarkuar me kolon, tash është kolon e gjatë atje, e ngarkuar është pjesa nga Vetërniku lart me kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane, për mjuqas rrethit të ambasadës ka kolon nga fshati Shkabaj. Rruga Tirana është e ngarkuar deri tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vogri, vazhdon kolona edhe nga stadiumi në rrugën USHK deri tek komuna. Hyrja në Prishtinë nga kazerma Adem Jashari është e ngarkuar me kolon gjatë, edhe po shihet deri tek udhkryqi i katedrales. Edhe që dojëm pjesë ma të ngarkume. Faleminderit shumë, po ta tham tash mos se tash ja nisi Hajde pruntash me poezia. Po jo mi në rregull jena. Çe telefonata e fundit për ditën e sotme, nëse është këtu. Alo. Hajde se Fiona. Ju të ja unë? Po, vesh maksh të qashtra. Alo. Po tu t'na pi verboj me... Alo, jo, se ta këndzi pak. Okej, që e më jo përbu. E pat, do më thonë, kam thonë, jo mos... E dogja. U dogja. Edhe një informatë që më ka ardhën në këto momente, sa e përket komunikacionit, po thot nga posta në drejtim për tek rrethi me flamur, që është pjesë e ngarkuar me kolon. Alo? 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 Hajde, që është kjo vëz? Përshëndetje. Dhezi nuk dhezi, unë e përdo alo një 2-3 herë. Alo? Vish bërteti pak ma shumë se... Mo ma shumë s'kom kushkaj. Po vetë fundit, po ka problem. Kjo është limiti. Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, kush telefonon? A jem drejt për drejt, so bon shumë avallo. Live, gjyshe, a jeti? Po, gjyshe aje. Hajde gjyshe, tregona për gjërat e vogla që të bëjnë të lumtur. Po, i dëgjova të gjithë, po unë veç po sa mora një lajm nga ju. Hajde. Që më lumturoj që pas ka dhe ditë gjyshës. Po, shëno dita gjyshërve. Po, do më nuk e ke ditë gjyshe aja? 2 tetori, a? Po, 2 tetori. Po, për tash arsimin e tha të ragjyshit e vim aty në mësjem. Jo, për ta konfirmoj se aktivitetet këmba nesër, po tash nuk e dija është sak nesër. Vejgjam, o i gjyshe, në unë ju tash me konkret këtë për mes Viber telefonatave se kështu s'na nëzan. Jo mi bindu që s'na nëzan. Duhet me dal me bo emisionin dikun tjetër, këtë jashtë. E deshta më bo një pyetje ku po bëj ka jo gjyshëve në Prishtinë? Interneti bëllot që me 1 tetor, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka vendosur që 1 tetori me u shpall si dita ndërkombëtare e personave të moshuar, e që në këtë rast mandej është festu edhe si dita e gjyshërve. Okej. E tash sot po u shënoi ka dita, po nesër, mas nesër, varësisht nga mundësitë që kanë shkollat, mësueset, ka disa aktivitete. Është i ne këtu në diskotekë për këtë gjyshat? Çka deshte ti?
Jo, në veç u lumturova tash. Okej, u lumturove veç që ka ditë të gjyshave. Okej. E mora vesh që ka ditë gjyshave, ju përshëndes edhe ju, edhe emisioni ju na lumturova. Faleminderit gjyshet, përshëndesim shumë edhe ju na lumturoni neve. Kalofshi mirë. Hajde gjithë të mira, si e fundit për sot. Urime për atë gjyshit që ka ditëlindjen shumë. Faleminderit edhe ajo që u shumë na qit kanë i cop torte na shta mos po na çet. Dietjena. S'ka lidhje se e kish boksi me keto e me kësi. Mia, të dua shumë. Faleminderit që je edhe ti me neve, Mia. Përqafim, për ndryshe, ju përqafim secilit prej juve. Faleminderit shumë për telefonatat, faleminderit edhe për mesazhet që kena me lexuar në pjesën e dytë. Ju vazhdoni shoqëroni me Glam Radion edhe mos harroni me bua gjën e vogël, me jap shumë dashni. Edhe ka shumë informacione që kena me nda me juve në pjesën e dytë, për shembull kufiri Kosovë-Shqipërisë nuk ka me qenë mo i lirë që shka qenë për 9 muajt e fundit, ma ndej në përbashkimin evropian kena me lëviz pa vula, ka shumë lajmit mira që kena me lexu gjatë pjesës e dytë për juve, që që siguroni me na dëgju në Glam Radio Big FM. Tash do të me përmendin dritin që tha ku shkova në kufi në aeroport, me mze qela tha pasoshin kore. Po dhe, isheni me të me qitë buna, ma mos bani a i gore lajde. Faleminderit shumë, tung.